Ministri i Jashtëm i Iranit ka deklaruar se një marrëveshje mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara për uljen e tensioneve dhe përfundimin e konfliktit aktual është shumë pranë finalizimit. Sipas tij, memorandumi i mirëkuptimit përfshin rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadave amerikane ndaj transportit detar iranian, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt normalizimit të lëvizjes detare në rajon. Nga ana tjetër, burimet amerikane bëjnë të ditur se marrëveshja është konceptuar të zbatohet në disa faza. Fillimisht parashikohet rihapja ngushticës së Hormuzit dhe heqja e kufizimeve pranë nijen iraniane, ndërsa më pas pritet të nisë një periudhë 60 ditore negociatash për programin bërthamor të Teheranit. Në këtë fazë, fokusi kryesor do të jetë trajtimi i rezervave të uraniumit të pasuruar, me planin që ky material të shkatrohet ose të largohet nga territori iranian. Megjithëse mekanizmat teknik ende nuk janë përcaktuar plotësisht, plani i diskutuar parashikon gjithashtu heqjen graduale të sanksioneve dhe zhbllokimin e aseteve iraniane, për vetëm nëse verifikohet zbatimi plot i angazhimeve nga ana e Teheranit. Një tjetër pikë e rëndësishme e marrëveshjes lidhet me kërkesën e SBA-s për ndalimin e mbështetjes financiare të Iranit ndaj grupeve aleate rajonale, përfshirë Hezbollahun, gjë që mbetet ende objekt negociatash. Pavarësisht optimizmit të kujdesshëm të shprehur nga SBA-ja, Irani, Pakistani dhe Katari, dokumenti nuk është ende i miratuar përfundimisht dhe pritet të marrë dritën jeshile nga institucionet më të larta të sigurisë në Teheran. Aragaçi ka theksuar se marrëveshja mund të nënshkruhet brenda pak ditësh, por ka ende çështje të hapura, përfshirë statusin e ngushticës së Hormuzit, ku SBA-ja kërkon liri të plot lëvizjeje, ndërsa Irani sinjalizon një qasje të re ndaj administrimit të saj. Gjithashtu, Teherani ka kërkuar që në marrëveshje të përfshihet dhe fundi i konfliktit mes Izraelit dhe Hezbollahut në Liban, një pikë që mbetet ende pa konsensus mes palëve.